Test. 1, 2, 3. Mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Prishtinë, mirë mbrëma Lidhja Demokratike e Kosovës. Lejoni që në veçanti të përshëndes 7 kryetar komuna që i kemi përballë, përparim Ramën, Gazin, Imrin, Ilirin, Sokolin, Rushdën, Begjetin. Të nderuar qytetar nga çdo anë e Kosovës, të nderuar mbështetës e veprimtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të nderuar antar, aktivist, të rinë e treja, gra e burra, që nuk u ndalet asnjëherë, veçanti, të nderuar bashkëdhetar nga Mërgata që sonte jeni mes nesh. Ju falimderit nga zemra për këtë prani madhështore, ju falimderit për besimin e madh, ju falimderit që sonte jeni këtu jo vetëm për një parti, jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, jeni për gjithë Kosovën. Dhe sonte jemi mbledhur edhe një herë, jo si një rutinë e zakonshme, jo për të përmbushur disa formalitete, jemi mbledhur sepse kjo shtëpi e madhe e demokracisë, ditë flas kur të tjerët heshtin dhe ditë rras popullin kur koha kërkon guxim. Jemi mbledhur sepse LDK nuk matet me ditë të lehta, LDK matet me momente të vështira dhe del përpara pikërisht atëherë kur vendit i duhet drejtim, i duhet përgjegjësi, i duhet shpresë. Jemi mbledhur nga çdo anë e Kosovës, nga qytetet mëdha fshatra të vegjël, nga Mërgata që kur nuk e harroi adhëun e tyre tonin, nga rinia që kërkon të ardhme, nga familjet që kërkojnë siguri. Sonte jemi këtu të gjithë bashkë, të bashkuar jo nga zemërimi, por nga besimi, jo nga frika, por nga vendosmëria, jo nga propaganda, por nga e vërteta. Kjo është LDK-ja që kemi dashur gjithherë. Kjo është LDK-ja që kemi ëndruar gjithherë. Një lëvizje njerëzish të lirë, jo një turmë e komanduar, një forcë politike e mendimit, jo e zhurmës, një shtëpi ku fjala ka peshë, ku digniteti ka vlerë dhe ku shteti ka qenë gjithmonë dhe mbetet gjithmonë mbi secilin prej nesh. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të mbyllur një fushat, jemi këtu për të hapur një kapitull të madh, jemi këtu për të thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia, Kosova është e lodhur nga mashtrimi, Kosova nuk është e lodhur nga shteti, është e lodhur nga keqpërdorimi i tij. Dhe kur populli lodhet nga gënjeshtra, kërkon të vërtetën, ngrihet në këmbë, sot LDK-ja është ngritur në këmbë. Dhe vërteta është kjo, është e zëshme, është e qartë, pa Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka stabilitet, pa LDK nuk ka orientim, pa LDK nuk ka shtet që flet me botën dhe nuk ka shtet që respekton qytetarin e vet. Sepse LDK-ja nuk është një parti e momentit, LDK-ja është parti e momenteve historike. Kur është dashur qetësi, LDK-ja ka sjellur qetësi. Kur është dashur guxim, LDK-ja ka sjellur guxim. Kur është dashur mençuri, LDK-ja ka sjellur mençuri. Dhe sonte, kur Kosovës i duhet shpresë e drejtim, le t'i japim vendit tonë shpresë e drejtim. Le të bëhemi bashkë edhe një herë për Republikën tonë, amanetin që e kemi nga 23 dhjetori vitit 1989 deri më sot, liri, pavarësi, demokraci.
Zonja e zotëri dashur qytetar, në këto javë fushate dhe jo vetëm kemi kaluar çdo anë të Kosovës, kemi qenë në sheshe, salla, në rrugë, lagje, në qytetet mëdha e në vendbanime të vogla. Kemi parë energjinë e jashtëzakonshme të popullit tonë, kemi parë shpresën e madhe, kemi parë njerëz që ende besojnë se politika mund dhe duhet të jetë shumë më ndryshe çfarë kanë tani. Por mbi të gjitha kemi dëgjuar me vëmendje zërin e njerëzve tanë qytetarëve të Kosovës. Dhe ai zë ishte shumë i qartë, nuk ishte zë i urrëties, ishte zë i një lodhje të madhe. Ishte zë i njerëzve që punojnë shumë e jetojnë sërish të vështirë. I prindërve që mezi e mbyllin muajin, i të rinjve që studiojnë por nuk shohin asnjëherë perspektivë. I pensionistëve që numrojnë ditët me frikë nga faturat e radhës që u vinë secilën ditë. Në këtë fushat kemi parë prindër të fortë, prindër që nuk kanë kohën lehtë, prindër që gjithmonë kanë ditur të sakrifikojnë për fëmijët e tyre, janë njerëz që punojnë ndershëm, që e mbajnë familjen mbi supe dhe që kërkojnë vetëm një gjë, siguri në vendin e tyre. Por sot edhe prindrit më të duruar e ndjejnë pasigurinë. Çdo muaj pyesin veten nëse paka do t'ju mjaftoj. Çdo faturë bëhet shqetësim, çdo rritje çmimi bëhet alarm. Dhe pyetja që urrim mbi kokë është shumë e thjeshtë për secilin prindër në Kosovë, por e rëndë, apo bëjmë mjaftueshëm për fëmijët tanë që të rriten këtu në Kosovë. Familjet tona janë të bashkuara, punëtore, me vlera të forta, janë familje që kanë mbajtur këtë shoqëri gjallë edhe në kohët më të vështira. Por ato sot po përballen me një realitet të ri, shteti po të rrhiqet, ndërsa barra ndaj tyre po rritet. Kur qerdhja mungon, kur shkolla nuk ofron mbështetje, kur shërbimet publike dobësohen, familja mbetet e vetme përballë sfidave. Dhe kjo nuk është drejtësi, kjo është padrejtësi e heshtur ndaj njerëzve të Kosovës, qytetarëve tonë. Mësuesit tonë janë njerëzit më të përkushtuar që kemi. Ata nuk edukojnë vetëm me libra, por edukojnë me shembullin e tyre. Formojnë karaktere, krijojnë qytetarë dhe mbajnë gjallë shpresën për të ardhmen. Por sot secili mësues e fillon ditën duke menduar jo vetëm për nxënësit e vet, por për mbijetesën e tij. Si ta përballoj muajin për familjen, si të vazhdoj me dinitet një profesion që meriton respekt të plotë shoqëror. Mjekët, infermierët janë profesionistë të Zot, të trajnuar, të respektuar ku do në përbot. Ata shpëtojnë një çdo ditë, por në vendin e tyre shpesh lihen e ndihen të harruar. Punojnë me orë të gjata, me kushte të vështira, në presion të vazhdueshëm dhe gjithnjë më shpesh pyesin veten, a ka vërtet perspektivë në Kosovën tonë. Policët dhe ushtarët e Republikës janë njerëz të disiplinës, të përkushtimit mbi gjitha të sakrificës. Ata nuk kërkojnë privilegje, kërkojnë respekt, kërkojnë kushte të denja, kërkojnë siguri për familjet e tyre, sepse nuk mund të kërkosh rend e ligj e siguri nga ata që vetë ndihen pasigurt. Shteti që nuk kujdeset për ata që e mbrojnë e dobëson vetveten. Ndërmarrësit tanë, bizneset tona janë njerëzit të guximit. Ata investojnë, rrezikojnë, hapin vendet pune dhe mbajnë ekonominë e Kosovës në lëvizje. Janë shtylla e zhvillimit, por secili prej tyre sot ndihet i pambrojtur, ndihen të pasigurt nga rregullat që ndryshojnë, nga një presion popullist mbi ta, nga mungesa partneritetit me institucionet e shtetit vet. Dhe trit tona janë ndër më të talentuarit, më të meçurit, më kreativit, më të shkolluarit, janë të lidhur me botën, kanë dije, kanë ambicie, kanë ide. Por çdo ditë e më shumë që kalojnë duke bërë një pyetje të dëmshme është një ditë e humbur për Republikën tonë, a kemi të ardhme në Kosovë. Kjo fushat e shkurt na tregoi shumë, na tregoi qartë se shoqëria jonë është e thyer, ajo është e lodhur dhe lodhja nuk vjen nga mungesa e vullnetit, por nga mungesa e drejtimit dhe vetë shtetit. Nga ndjenja se përpjekja individuale nuk po shoqërohet me politika të drejta dhe me institucione që funksionojnë. Ata gjithë bashkë sot ka nevojë vetëm për një gjë, ka nevojë për shpresë, zhvillim, mirëqenie, shpresë për siguri. Dhe LDK është kjo shpresë, jo si fjalë, jo si slogan, por si përgjegjësi e madhe, sepse LDK-ja dit ta kthej shpresën në drejtim, dit ta kthej drejtimin në shtet
dhe dita kthej shtetin tek qytetari. Lista jonë prej 110 kandidatëve është dëshmi e qartë e kësaj shpresje. Është listë e njerëzve që vijnë nga jeta reale, nga arsimi, nga shëndetësia, nga siguria, nga biznesi, nga rinia, nga mërgata, njerëz që njohin Kosovën nga përditshmëria. Njerëz që nuk kërkojnë pushtet për vete, po kërkojnë përgjegjësi për shtetin dhe vendin. Pra andaj, ju ftoj për një dorë trokitje shumë të madhe për gjithë këtë ekip të shkëlqyeshëm që kam pas. Ekipi ynë nuk vjen të përçoj popullin e Kosovës, vjen të bashkoj njerëzit e Kosovës. Ekipi ynë nuk vjen të flasë për fajet, vjen të punoj për të mirën e secilitit. Dhe një të ardhme të bukur që na qëndron përpara e na thërret me plot ngulm. Kosova duhet të ecë drejt asaj të ardhme, duke u çliruar nga tash nga ngufatse që na mban tek momentet përçarse, sepse vizioni ynë është i qartë, është perëndimor, është i pakthyeshëm. Ne besojmë të Kosova hapur, jo të Kosova mbyllur, të Kosova me aleat, jo Kosova në përballje me ta, të Kosova që merr pjesë në botë, jo që fshihet prapa botës, të drejtësia që funksionon, të ekonomia që zhvillohet, të punësimi që krijohet, të arsimi që edukon brezni, të shëndetësia që shëron, të siguria që garanton, të diplomacia që respektohet. Dhe vizioni ynë nuk është i ri, është i drejtë, është vizioni Euro-Atlantik, vizioni i Dr. Ibrahim Rrugovës, atit themeltar të Republikës Kosovës. Duam të alëm si trashëgëmi fëmijëve tanë sot e nesër dhe ky vizion sot është më nevojshëm se sa kur. Prandaj LDK-ja sot është zgjidhja, sepse vetëm LDK mund ta rikthej besimin në institucione, sepse vetëm LDK mund ta nxjerrë vendin nga kriza dhe ta rikthej në rrugën e partneritetit me botën demokratike. Sepse vetëm LDK mund t'i kthej vendit stabilitet institucional, qetësi politike dhe dinitet shtetëror. Sepse vetëm një forcë që nuk ka tradhuar kur interesin e Kosovës mund ta drejtoj Kosovën në këtë kohë të trazuar. Dhe në këtë moment, më shumë se asnjëherë më parë, ne kemi përgjegjësi ndaj njerëzve të Kosovës, përgjegjësi ndaj familjeve të Kosovës, ndaj njerëzve të këtij vendi. Prandaj sonte ju flas secilit prej tyre. Ju flas mësuesve, mjekëve, punëtorëve, policëve, ushtarëve të Kosovës, ndërmarrësve, familjeve, pensionistëve të rinjve, shikojnë në këtë LDK, shikojnë tek ekipi ynë, shikojnë tek programi që kemi dhe mbi gjitha, sikurse ju, gjën më të fortë që kemi, vullnetin për të shërbyer Republikës Kosovës. Sonte u drejtohem gjithë qytetarëve të Kosovës, me thirrjen që të japin mundësinë të bëjmë përpjekjet tona dritë në rrugtimin tuaj të përditshëm, sepse ndjejmë dhe kemi përgjegjësi ndaj secilit prind që lufton çdo ditë për t'u bërë të nesërmen fëmijëve të vet, ndaj çdo të riu që kërkon mundësi, ndaj çdo të moshuari që meriton dinitet, ndaj çdo familjeve që pret nga shteti jo favore e dhurata, por kujdes dhe mbështetje institucionale. Për këtë arsye, ne kemi propozuar Ministrinë e Mirëqenies dhe Familjes, jo si një zyrë tjetër burokratike në listën e institucioneve, as si një emër të ri në një qeveri që rre e vëzhgon, por si shenjën më të qartë të orientimit tonë njerëzor, social dhe shtetëror, si simbol të vlerave që na kanë mbajtur gjallë si popull, si garanci e familja kosovare, themeli i shoqërisë sonë do të jetë në qendër të politikave tona të djathta. Ministria e Familjes është premtimi ynë i madh
për ta vendosur njeriu në qendër të shtetit, për të mbështetur familjet e reja që duan ndërtojnë jetën e tyre këtu, për të ndihmuar nënat dhe prindrit, për të mbrojtur fëmijët, për të krijuar siguri ekonomike dhe sociale që e mban njeriu në Kosovë, që jep shpresë, që jep dinitet. Prandaj, kemi parapar që shtetin të afrojmë të posalindërve që nga dita parë që hapin sytë. Për çdo fëmijë të posalindur në Kosovë, nënat do të marrin plot 2.400 euro për një vit apo nga 200 euro për secilin muaj. Ky është zotimi ynë i parë. Sepse nuk mund të kemi zhvillim pa familje të forta, nuk mund të kemi shtet pa njerëz që besojnë tek shteti. Ne nuk mund të kemi të ardhme pa fëmijë që rriten në siguri, në cilësi, në mundësi. Kemi parapar dhe mbështetje financiare për nënat dhe fëmijët e Kosovës nga 50 euro në muaj për secilin fëmijë nga mosha 1 deri në 16 vjeçare. Ky është zotimi ynë i dytë. Me fëmijë do të qëndrohen në çdo hap të edukimit, nga qellet e reja tek mësimi tërditor. Plot 1 miliard euro të ndonë që çdo fëmijë i Kosovës të ketë qelle, të ketë mësim tërditor, si çdo fëmijë tjetër në Evropë, asgjë mangut se sa secili fëmijë tjetër në Evropë. Fëmijët e Kosovës do të jenë në shkolla tërditën, sigurt, të kujdesur, të shyer, të mësuar, të përgatitur për të nesërmen. Ata nuk do të qëndrojnë rrugëve pas shkollës, nuk do të rriten dhe pa orientuar, nuk do të jenë mba mbështetje. Ata do të kenë më shumë orë mësimore, më shumë aktivitete sportive, më shumë kreativitet, më shumë dije, sepse Kosova e së ardhmës fillon pikërisht nga ta, nga nxënësit e Kosovës. Mësimi tërditor, i nisur dhe i realizuar me sukses në Prishtinë, do të shndrohet model nacional në të gjithë Republikën e Kosovës. Aq i mirë dhe aq i dëshiruar ka qenë modeli ynë, sa që sot përdoret si shembull edhe në rajon, aq i fuqishëm sa është bërë premtim nga secila parti gjithandej në Kosovë, por dallimi është shumë i qartë. Të tjerët e premtojnë, ne e bëjmë. E nesër e bëmë në Prishtinë, do ta bëjmë gjithandej në Kosovë. Dhe por sa kemi përgjegjësi për familjet e Kosovës, për nënat, për prindrit, për familjet tonë, ne kemi përgjegjësi edhe për punëtorët e shtetit, për ata njerëz të përkushtuar që mbajnë funksionimin e përditshëm të Republikës, pavarësisht krizave politike, pavarësisht bllokadave të shumta, pavarësisht mungesës së mbështetjes së respektit. Janë mësuesit që edukojnë familjet tonë, mjekët e infermierët që mbajnë gjallë shëndetësinë, policët e zjarfiksit që garantojnë sigurinë, ushtarët që e mbrojnë vendin tonë dhe administrata që e mban shtetin në këmbë kur politika dështon. Për vite të tëra, ata kanë punuar nën presion të madh, nën ngarkesë të tepërt, shpesh sulmuar e të nënvlerësuar e të lënë pasdore, dhe kjo gjendje nuk mund të vazhdojë më. Prandaj ne kemi marrë zotimin e qartë të prerë, përgjithshëm, të rrisim pagat e sektorit publik me njëherë që në javën e parë. Koeficienti 150 është zotimi ynë. Për 80.000 të punësuar në shtet, do të thotë zhvillim e mundësi për përballimin e çmimeve të larta të rritura në vazhdimsi për 50 për 80.000 familje kosovare në vend. Prandaj sonte, këtu unë, ekipi im, Lidhja Demokratike e Kosovës, u drejtohet gjithë mësuesve të Kosovës me zotimin e plot se paga e tyre do të jetë 1.000 euro në muaj në qeverisjen tonë. Ky është niveli i ri i projektimit mësuesit kosovar, nga një simbol i qëndrese në vitet e 90-ta në simbol force zhvillimore për Republikën sot dhe nesër. 1.000 euro pagë për mësuesin e Kosovës e vendos këtë kategori, larg, shumë më larg se mësuesat tjerë në rajon. Sonte u drejtohemi dhe policëve, zjarfikësve, ushtarëve të Kosovës
me zotimin e plot se paga juaj bazë do t'jetë 900 euro në muaj me qeverisin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sonte u drejtohemi dhe pensionistëve të Kosovës, ata që ndërtuan shtetin tonë me duart e tyre, me djers, me sakrificë, me durim. Jeni brezi që punoi kur shteti mungonte, ju mbajtët familjet tona gjallë në kohë të vështira, është koha që shteti t'ju trajtoj me dignitet. Pension 150 s'mund të ketë, LDK zotohet që do të rrisë pensionet 100% nga 150 euro në 300 euro për pensionistët e Kosovës. Trinjtë të Kosovës, rinia jonë, janë pasuria më e madhe që kemi. Ata janë energjia këtij vendi, drita e së ardhmës sonë, forca që mund të çojë Kosovën shumë larg se sa kufit gjeografik i kemi ne. Dhe ne kemi përgjegjësi drejt për drejt tu ndërtojmë atyre një të ardhme në vendin e tyre, në Kosovën e tyre. Ne nuk vazhdojmë, e s'mund vazhdojmë me dhurata të përkohshme. Rinia e Kosovës ka nevojë për të ardhme të përhershme. Të rinj duan dije, duan trajnim, duan një shtet që i shes si investim, jo si statistika elektorale. Duam një Kosovë ku ja vlen t'jetosh, prandaj premtimi për çdo të ri të moshës mbi 16 vjeçare është trajnim i fortë në sektorin e teknologjisë informative, në sektorin e drejtësisë së ardhmës, nëpërmjet krijimit të Ministrisë së Digitalizimit dhe programeve kombëtare për trajnim. LDK do trajnojë për 4 vjet 40.000 të rinj gjithandej Kosovës, në mënyrë që çdo njeri e çdo re të ketë pagë evropiane në Kosovën evropiane. Dhe për herë të parë për rinin, do të nisim punësimin e garantuar për secilin të posadiplomuar. Po na dëgjuat sakt, na dëgjuat drejt, çdo i posadiplomuar Kosovë do të garantohet punësimi për 6 muajt e parë me pagë të subvencionuar nga shteti prej 500 eurove në muaj për 6 deri në 12 muajt e parë. Pra, teksa kujdesemi për fëmijë, nëna, rini, teknologji, administrat shtet, na duhet kujdesemi dhe për shëndet. Shëndetësia e Kosovës ka nevojë për një hap të madh përpara, një hap që ka përcen Kosovën nga një vend me mbijetesë shëndetësore në një shtet me shërbime për të tjerët. Sot, teksa shpenzojnë 10-100 miliona euro në shërim jashtë vendit, duhet të nisim investimin brenda vendit. Prandaj, do të ndërtojmë qendrën e re klinike spitalore të Kosovës, një spital modern i nivelit evropian me investim gjysmë miliard euro në vend, me standardet shekullit 21 që njerëzve të Kosovës u jep dignitet, pacientëve tonë dhe kushtet denja e profesionistëve shëndetësor dignitet shërbyes. Ky do të jetë investimi më i rëndësishëm shëndetësor që ka bërë ndonjëherë Republika jonë që nga viti 1964. Natyrisht, se LDK vjen me projektet mëdha kapitalin vend. Do të investojmë me njëherë në nozën e jashtme të kryeqytetit si projekti më i madh kapital në Prishtinë, do të vijë mbështetja e madhe nga niveli qendror, nga qeveria e ardhshme e udhëhequr nga Lidhja Demokratike të Kosovës. E Prishtinës do të ndajmë mbi 1.5 miliard euro për nozën e jashtme, qendrën e re sportive, mësimin tërditor e spitalin e kryeqytetit. Dhe më lejoni t'ju zotojmë këtu gjithëve që do t'i përfundojmë gjitha rrugët magjistrale e autostradat e Kosovës. Prioritet i japim autostradës së Ana Moravës lënë në Lloç, tash e 5 vjet. Do t'a përfundojmë brenda 2 viteve të para, për këtë ju zotojmë unë dhe ekipi ynë. Do t'a përfundojmë shpejt magjistralin për Pej, për Mitrovic, Potojev e Gjakov, që qytetet tona t'jenë lidhura një herë e mirë për një gjenerat të tërë në mes vete. Do të ndërtojmë centralin e ri me gaz, që Kosova të mos importoj 1 miliard euro rrymë nga jashtë, por rrymën ta prodhoj vetë, gaz amerikan do të ketë Republikën e Kosovës. Ky është zotimi ynë. Dhe në fund, krejt ky zotimi ynë nuk ka kuptim nëse Kosova nuk ecën drejt vendit që i takon në xhirin e plot botës perëndimore.
rruga jonë është e qartë, miqësia e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, është vizioni identitar i lidhjes demokratike të Kosovës dhe Republikës Kosovës. Këtë vizion duhet ta ushqejmë me veprimin tonë politik secilën ditë. Prandaj sonte para jush në këndmbyllje madhështore të një fushate elektorale, në nisjen e këtij rrugtimi euroatlantik, ju ftoj të mbështesni të gjithë lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Sepse kjo garë është për drejtimin e Kosovës, për familjet e juaja, për të rinjt tuaj, për familjet tuaj, për vendin tonë. Dhe në gjitha këto betejë, LDK vjen me plan, vjen me vizion, vjen me rrugë të qartë, vjen me ekip të shkëlqyeshëm. Prandaj sonte nga kjo sallë, nga kjo nisje e madhe këtij rrugtimi të madh, ju drejtohem me një thirrje të thjeshtë por vendimtare. Mos u dorëzoni, mos u pajtoni me gjendjen e tanishme, mos e pranoni këtë gjendje si fatin tonë. Ngrihuni të gjithë, bashkoni rreth lidhjes demokratike të Kosovës, sepse Kosova jo na thërret edhe një herë, na thërret sërish. Sonte po e nisim këtë rrugtim së bashku, të dielën me 28 dhjetor, le ta vullosim së bashku 3 numra të shkëlqyeshëm, 3 shkronja të arta, 1, 2, 3 dhe LDK është adresa Arme e Republikës. A ditë, se cili për jush do të ketë në dorë një fletë, mund të duket shumë e vogël një copë letër e thjesht, por aty brenda është të shkruar realën e këtij vendi. Aty është të shkruar nëse Kosova do të mbetet peng i aventurës së popullizmit, apo do të kthehet në rrugën e vet natyrale, rrugën e shpresës, të zhvillimit, të integrimit euroatlantik. Në atë fletë zgjidhni 3 shkronja, zgjidhni 3 numra, LDK 1, 2, 3, zgjidhni numrin 1, 2, 3 dhe kandidatët tonë 10 sosh nga lista fituese e lidhjes demokratike të Kosovës, nga numri 1 deri numri 110, të gjithë janë të mirë, të gjithë janë profesionistë, të gjithë janë të shkëlqyeshëm. Unë jam Lumir Abdixhiku, ky është ekipi i lidhjes demokratike të Kosovës. Me besim Zot, me vullnet për vendin, me dashni për njerëzit tonë dhe me përgjegjësi për të ardhmen që na pret, zotohemi të gjithë se do t'ju prim dhe do t'ju shërbejmë me plot dinitet. Me këtë besim po ecim përpara, qetë, zërgjegje, të fortë vullnet dhe të bashkuar në qëllim, sepse kjo është rruga jonë, rruga shpresës, rruga e vetme e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe sonte, teksa mbyllim këtë fushatë e këtë rrugtim të gjatë, dua të falenderoj e të shpreh milion më të thellë para secilit prej jush këtu në këtë sallë, para aktivistëve tonë të jashtëzakonshëm, para vullnetarëve që nuk u lodhën asnjëherë, para çdo njeriu që i dha kësaj fushate dhe kësaj shtëpie, jo vetëm kohë, jo vetëm energji, por shpirt e zemër në shërbim. Ju jeni fytyra më e bukur e lidhjes demokratike të Kosovës, dhe ju jeni arsyeja pse kjo parti nuk është thjesht një organizim politik, por është një familje e madhe politike. Ju falemnderit për orët e panumërta që i dha në terren, për netët pa gjumë, për diskutimet, për idetë, për durimet. Falemnderit për çdo derë ku keni trokitër, për çdo dorë që keni shtrënguar, për çdo shpresë që keni ndesur në sytë e shqiptarëve tonë. Falemnderit për njerëzërinë tuaj, për buzëqeshjen që shpesh e mbajtet edhe kur ishte vështirë.
Faleminderit që i dha LDK-s ato që ka pasur nevojë gjithherë, një antarësi të fuqishme, një mbështetje qytetare që i nevojitet kohës. Prandaj sonte përpara jush, përpara popullit ton, dua të them me plot krenari, LDK është e fortë sepse ju jeni të fortë, LDK-ja është gjallë sepse ju i dha të frymë, LDK-ja është shpresë sepse ju e mbajtët këtë shpresë gjallë. Nga tash e tutje, paqe e mbështetje në Zotit dhe të popullit në rrugtimin e drejtë që kemi përpara. Zoti e bekov Kosovën, Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës. Ju falenderit nga zemra.